sa i për ullje, Zoti Gjellewala ja mësoj që në vend të djallit e tij ta thërë një kurban, pra një dash. Andaj për këtë arsye, ne madhrojmë Allahun azza wa jall edhe bi tekbire. Tekbire, tekbire. Një përgjigje të një pyetjeje e cila pyetje është, cila është lidhshmëria e fjalës Allahu Akbar me kurban Bayramin. Normalisht në këtë fe nuk ka diçka që s'ka përgjigje, nuk ka diçka që është rastësisht edhe të mos ketë kursi edhe lidhje. Fjala Allahu Akbar, Allahu është më i madh, ka lidhje të ngushtë me festën e kurban Bayramit për disa arsye. Arsyeja e parë të ndruar është që muslimanët të cilët janë këtu po ata në haç, kur kthehemi namaz Bayramit në shtëpitë tona, pasi që bojmë Bayram me familjarët tonë, nga momenti i namaz apo i kryes së Bayramit, fillojnë me mbu gati kurbanët tona dhe me i therë. Dhe momenti që të shohim me atër kurbanin, shkafojmë Bismillah Allahu Akbar, pra me emrin Allahut, Allahi është më i madhi. Pra kjo është udhësia e thirrjes së kurbanit dhe udhësia parë e lidhjes së kurban Bayramit me fjalën Allahu Akbar. Për të shpia ma vërëm Allahun duke thënë Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Udhësia e dytë e lidhjes së fjallës Allahu Akbar, Allah është më i madhi, dhe kurban Bayramit ose haxhit është që njeriu apo muslimani momentin që thot Allahu Akbar para se ma thërë kurbanin, edhe haxhiu Allahu Akbar duke u kthyer prej Arafatit, aludon që vazhdimisht duhet me dominu pra dashuria ndaj Zotit para dashurisë ndaj vetes, egos dhe pasurisë. Andaj na bëjmë kurban, na kryejmë haxh për shkak se e largësojmë Allahun azza wa jall, i japim përparësi Zotit para dëshirës personale. Dhe për këtë arsye, pra thojmë tekbire Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Në zemrën e muslimanit nuk guxon me pas zemrën i bush më të madh se sa Allahu azza wa jall. E Zoti Gjellewala na ka urdhëruar që ta madhrojmë Zotin mëngjes dhe mbrëmje, mirë po konkretisht në 10 ditët e para të Dhulhijhes, pra prej namazit sabah të ditës së që lëm pas të Arafatit deri në kurban Bayramit, pra ditën e kurban Bayramit pas të namazit e kindis, pas çdo namazi farz, ose e falni në xhami, ose e falni në shtëpia, kur t'japni selam namazin farz, duhet me marrë tekbire, nga se këto ditë quhen ditë e Dhulhijhes ose tekbiret e teshrikut, pra e madhrojmë Allahun azza wa jall sepse janë ditë e madhrimit. Edhe ditët e tjera, ditët e madhrimit Zotin, ama Allahu këto ditë ka thonë dhe ditë edhe rrugës, edhe shtëpi, edhe në punë, edhe në kërp, edhe në pazar, madhrojë Allahun azza wa jall duke thonë Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu nuk do për neve ankesa dhe zhjëpasi. Për të arsye, momenti që na thërë të kurbanin, edhe thojmë Allahu Akbar, çka ndodh në atë moment? Ndodh dalja e gjakut. Për të arsye Allahu azza wa jalla, la yanala Allahu luhumuha wala dimamuha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Allahu nuk shkon mishi kurbanit, por shkon gjakut Allahu azza wa jalla, edhe shkon në jetë juaj. Për të arsye, na bim tekbire se këto e bëjmë për Allah. Andaj e madhrojmë Allahun edhe kur thirrni kurban. Allahu Akbar.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم